Kështu që fillojmë diskutimin me paraqitjen e projektligjit nga nismëtari, do keni rast pastaj për diskutime. Zoti Balla, të lutem, pas zotit Balla jeni me radhë të gjithë për të folur. Prezantimi i projektligjit. Doni pyetje për nismëtarin, po, pyetje për zotin Balla. Nga mund të dilin foltore zoti Balla dhe vazhdoni me fjalën. Pyetje për projektligjin. Nëse jo do mbyllet mikrofoni. Po, pyetje. Zoja kryetari, po çe ke këtë kërcënimin që i bën deputetëve? Nuk kam asnjë kërcënim. Ju folët për procedurë, kaluam tani në prezantim, votuam. Keni pyetje për projektligjin apo jo? Zonja, po kam pyetje. Keni pyetje për nismëtarin ministrin Balla që do prezantoj? Po, për ministrin Balla kam një pyetje. Mbi projektligjin. Po, mbi projektligjin e kam. Kur rregulloria e kuvendit thot në seancë plenare projektligji shqyrtohet në praninë e ministrit kundër firmues të tij në Këshillin e Ministrave. Ju përsëris që zëvendës kryeministria nuk është sot dhe nuk do jetë në seancë. Ju lutem, tani mos vazhdojmë se jam dakord me atë që halle kjo dynja, po hallet tua janë çuditshme. Megjithato që u ka ndodhur, zoti Noga ka hall kush do jetë kryetar kuvendit se ndoshta e ëndërronte vetë. Ju keni kur do ta prezantoj projektligjin, unë nuk e kuptoj. Zoti Bardhi, ju respektuam, ju dëgjuam, bëni pyetje për projektligjin. Për projektligjin. Pa ka mundësi të lutem mos më ndërhysh ndërkohë që unë flas? Për projektligjin. Po ke marrë huqet e Ermonelës. Nuk përgjigjet zoti Balla për rregulloren e kuvendit e keni aty. Zonja kryetare, të paktën ngriu në lartësinë e zonjës Nikolla. Ti aty po sillesh një lloj si Ermonela Felaj. Nuk jeni në pozitat na tregoni lartësitë nga gropa ku keni rënë. Tani do përgjigjeni, do pyeni pyetje për projektligjin apo jo? Tani Bataku mos ma trego mua se do bëni zoti Bardhi, do bëni pyetje për projektligjin. Po do bëj. Është gati ministri për tu përgjigjur. Dhe do prezantoj projektligjin. Nuk është ministri, nuk e sjellim dot, nuk është. Shtyje projektligjin. Se duhet vi t'japi llogari për sektorin e energjisë. Ne respektojmë rregulloren dhe nuk i përzëm dot deputetët nga kuvendi. Faleminderit, e kuptova pikën tuaj për procedurë. Përgjigjen e morët. Doni të diskutoni për projektligjin? Po. Doni të flisni për performancën energjetike të ndërtesave për qytetarët apo jo? Ne dhe kjo sallë dhe ky kuvend dhe kjo rregullore na kërkon që të diskutojmë. Tani mund t'i jepni mundësi ministrit ta bëj? Zonja kryetare e kuvendit edhe një herë se ndoshta juve nga që flisni nuk të dëgjoni. Sipas rregullores dhe procedurës ligjvënëse në këtë kuvend, do duhet patjetër që kur shqyrtohet një projektligj të jetë ministri kundër firmues i tij në Këshillin e Ministrave. Ne kemi shumë çështje për ngritur për sektorin e energjisë, duke nisur nga aferat e sektorit të energjisë. Dhe zonja duhet jetë në seancë plenare për të përgjigjur. Ministri ka votuar me vërtet, ka votuar ministri kulturës, ka votuar ministri arsimit, po nuk kanë lidhje me sektorin e energjisë. Ne do duhet bëjmë debat mbi sektorin e energjisë, mbi projektligjin, prandaj rregulloria ka përcaktuar se Taulanti e lexon fjalinë e parë, po le dytën, se kështu e ka zakon. Pra gënjen dhe mbi rregullorin e kuvendit. Rregulloria e kuvendit e kërkon taksative prezencën në seancë të ministrit që ka kundër firmosur projektligjin në Këshillin e Ministrave. Është neni 73.1. Ju ftoj ta lexoni dhe të respektoni procedurën parlamentare të shqyrtimit projektligjeve. Është kaq e thjesht kërkesa e opozitës. Nëse zonja ka një punë më të rëndësishme se sa kuvendi i Shqipërisë, në fakt puna e vetme është ndodhet fjerë, po falenderon grupet kriminale, se janë shumë atje që i kishte Mirë, kjo tani s'ka lidhje me procedurën. Në fushat, kjo nuk është punë shtetërore. Ju sqaruam rregulloren dhe traditën e kuvendit, ju dëgjuam zoti Bardhi. Ka traditë fare, ka rregullore e kuvendit. Ministri Balla, ju lutem paraqitjen e projektligjit. Moj zoj, ka procedurë kuvendi. Ka procedurë kuvendi. Ka kërkesa, çfarë thotë moj? Çfarë thotë moj? Unë ai fjalën po nuk promovon Rama kështu, mi baroje, nuk promovohesh dot kështu. Nuk ja zë dot vendin Belës kështu, jo. Nuk ja zë dot vendin Belës kështu. Zonja dhe zotrinj deputet, jam sot këtu për të prezantuar në emër të Këshillit Ministrave
një nismë ligjore e cila shënon një hap të rëndësishëm për Shqipërinë tonë të përbashkët, për socialistë e për demokratë, dhe një hap që na afron ndjeshëm me standardet më të mira të Bashkimit Evropian në fushën e eficiencës energjetike të ndërtesave. Dhe kjo nismë është vijim i angazhimeve tona të marra para shqiptarëve dhe të votuar me shumicën e shqiptarëve në zgjedhjet më të mira që ka pasur ndonjëherë Shqipëria në këto 34 vite. Projekt ligji për performancën energjetike në ndërtesa është një reformë e thellë dhe që prek njëkohësisht qoftë sektorin energjetik, por dhe sektorin tjetër, atë të ndërtimit, si dy sektor kyç dhe tepër të rëndësishëm për ekonominë e Shqipërisë, por shtuar këtu dhe me vëmendjen dhe përkujdesen dhe e mjedisit dhe për jetën e përditshme të qytetarëve tanë që ne kemi nderin t'i përfaqësojmë në këtë sallë. Nuk kemi të bëjmë thjesht dhe vetëm me një rast tjetër të harmonizimit të legjislacionit ton në sektorin energjetik me atë që quhet aki komuniter të energjisë, por kemi të bëjmë me një transformim rrënjësor të mënyrës se si ne do të ndërtojmë këtë jetutje, se si do duhet jetojmë duke kursyer sa më shumë energji. Ky projekt ligj përafron dhe direktivën më të fundit të Bashkimit Evropian, sa i përket performancës energjetike në ndërtesa, dhe e informoj Kuvendin e Shqipërisë që jemi vendi i parë në rajon që po e bëjmë këtë gjë dhe po ashtu mund të hymë ndër grupin e parë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që po aplikojnë këtë vendim sa i përket performancës energjetike në ndërtesa. Pra, duhet ta themi, është një sipërmarrje ambicioze, sepse vendos disa kushte të reja sa i përket ndërtimit në Shqipëri. Ndryshe nga vendet e tjera të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor, ne po vendosim disa standarde të njëjta me ato të Bashkimit Evropian në sektorin e energjisë dhe klimës, sepse synimi i Shqipërisë është që të përmbyll procesin e antarësimit brenda vitit 2030 dhe Shqipëria anëtare e Bashkimit Evropian të jetë e gatshme që të performojë edhe në këtë sektor me të njëjtin ritëm dhe me të njëjtin standard sikurse vendet e Bashkimit Evropian. Këto standarde do të konsolidohen në mënyrë të dukshme përmes kësaj nisme, e cila ka si synim vendosjen e rregullave të reja për mënyrën se si ndërtojmë, por pa harruar dhe për mënyrën se si rinovojmë ndërtesat vjetra, duke vënë në themel dhe në qendër të vëmendjes eficiencën, pa harruar dekarbonizimin, po dhe komfortin dhe cilësinë më të mirë të jetës për qytetarët. Në themel të këtij projekt ligji dashur qytetar shqiptar që na ndiqni, qëndron edhe plani ynë kombëtar për rinovimin e ndërtesave. Kemi hartuar një strategji e cila mezi pritet nga shumë qytetarë që jetojnë në banesat vjetra, të cilat pesha e viteve i ka konsumuar, dhe synojmë transformimin e të gjithë stokut të ndërtesa publike dhe private, qofshin këto banimi apo jo rezidenciale, për t'i kthyer në 20 vitet e ardhshme në ndërtesa me konsum minimal energjie. Plani i qeverisë shqiptare është vendosja e objektive të qartave për vitet 2030-2040 për të mbështetur një rrugë të Shqipërisë drejt asaj që në aspektin ose në gjuhën teknike quhet neutraliteti klimatik. Dhe kjo qasje e re do të mbështetet mbi instrumenta konkrete financiare
mbi asistencë teknike të strukturuar, por edhe me shumë udhëheqësues praktik, qeveria do të vijë përsëri në kuvend për nisma dhe plotësime të tjera në aspektin legislativ, në mënyrë që ta udhëheqim si duhet të proces. Për herë të parë, përmes këtij projektligji, do të hynë në fuqi dhe ato që do të quhen librezat e rinovimit të ndërtesave, një dokument udhëzues për secilën ndërtesë që ndihmon pronarët të planifikojnë në kohë investime eficiente dhe madje edhe vetkëthyese në aspektin energjetik, të strukturuar në disa faza dhe të përshtatura me gjendjen konkrete të objektit. Pra, çdo objekt në Shqipëri do të ketë librezën e vet të rinovimit. Dhe këto libreza nuk janë thjesht një dokument i shumt mes shumë dokumentave të tjerë